Kapitulli i 5. Çdo fund është një fillim. Mira vjet më parë Jobi pyeti: nëse një njeri vdes, a do t'jetojë ai përsëri? Që nga ajo kohë kjo pyetje është bërë miliona herë. E vërteta është se nuk ka vdekje në kuptimin e harresës. Zoti është jeta dhe ajo jetë është jeta jon tani. Jeta ose Zoti nuk ishte fillim dhe nuk ka fund. Njeriu duke qenë jetë si shpalosje e vetë Zotit nuk mund të vdesë. Trupi ka një fillim dhe trupi ka një fund. Ne do të kemi gjithmonë një trup, sepse trupi i njeriu, qoftë tridimensional apo katërdimensional, është mjeti për shprehin e jetës. Kur mjeti ose trupi nuk është më një instrument i duhur, ai lihet më njanë. Më pas shpirti vishet me një trup të ri. Ne nuk mund ta mendojmë vdekjen si një fund, le ta mendojmë më mirë si një fillim të ri më të bollshëm. Ne nuk duhet ta mendojmë atë si humbje, por si fitim. Në vend që të mendojmë keq për vdekjen, le të mendojmë se do të ribashkohemi me të gjithë njerëzit tanë të dashur. Në vend që të mendojmë se po largohemi, le të kuptojmë se po mbërrim në destinacionin ton të ri. Kur të kemi provuar realitetin e asaj që njeriu e quan vdekje, do të jemi të vetëdijshëm se ajo është një lidhje e re. Do të jetë çfarë është shëndeti për të sëmurin, çfarë është shtëpia për të mërguarin. Poeti anglez John Milton tha: vdekja është qelësi i artë që ha pallatin e përjetësisë. Është e pamundur që diçka kaq universale si vdekja të shihet si e ligë. Duhet jetë mirë ose nuk duhet jetë fare. Udhtimi i jetës është një nga lavditë më të lavdishme. Nga lavdia në lavdi, njeriu shkon përpara, ngjitet lart drejt Zotit. Ne pranojmë ripërtëritjen, ringjalljen dhe proceset e frytëzimit të stinët, zdosht, lulet dhe insektet, por kur vjen puna te njeriu, ne jemi të mpirë dhe mbetemi pa fjalë prej frikës. Druhemi të mbajmë qëndrimi se vdekja dhe lindja janë vetëm dy anët e mburojës së jetës dhe nuk duhen patur frikë. Në thelb, ajo është jeta në procesin e ndryshimit, diçka e vjetër që zëvendësohet me diçka të re. Është një shkëmbim në të ashtu quajturin proces i vdekjes. Kur të kalosh në dimensionin tjetër të jetës, do të kesh aftësinë e përdorimit të plotë të forcës tënde mendore. Do të njohësh mjedisin tënd të ri, do të njohësh të tjerët e gjithashtu ke për të njohur prej të tjerëve. Do të shohësh, do të kuptosh, mësosh dhe përparosh në të gjitha fazat e jetës tënde. Vdekja është më shumë se një fund, në fakt është një fillim i ri, sepse kur diçka mbaron, fillon diçka tjetër. Kjo është arsyeja pse çdo fund është një fillim. Hyrja në dimensionin tjetër të jetës karakterizohet nga ripërtëritja, liria dhe shprehja. Jeta është një zbulesë e pafund. Jeta është një progresion, një shpalosje e pafundme që zgjerohet përjetësisht. Në dimensionin tjetër të jetës, ti do të zotërosh një kujtim të jetës tënde në këtë plan toksor dhe kujtimi i asaj se kush je dhe çfarë je është lidhja që të kujton vazhdimsinë e jetës tënde individuale teksa zgjerohesh pafundësisht. Zoti është i pafund, edhe ti je i pafund dhe kurrë në përjetësi nuk ke për t'i shtëruar lavdi dhe bukuri që janë brenda teje. Ja sa i mrekullueshëm je. Në Bibël, në kapitullin e 15 të letrës së parë drejtuar Korintasve, apostulli Paul thotë: dhe ka trupa qiellor dhe trupa toksor, por tjetër është lavdia e trupave qiellor e tjetër e atyre të tokës. Dhe sikurse mbartëm shëmbëllimin e toksorit, do të mbartim edhe shëmbëllimin e qiellorit. Ti je i pavdekshëm. Këtu Pali thotë se në të vërtet nuk ka vdekje dhe se të gjithë njerëzit janë të pavdekshëm. Çdo fëmijë që lind është jetë universale ose Zoti që merr formën e atij fëmije. Në të vërtetë është Zoti që zbret nga parajsa, gjendja e padukshme dhe shfaqet në një trup toksor. Kur ky instrument pushon së funksionuari në mënyrë të përsosur, ne vishemi me një trup me dimension të katërt, të quajtur shpesh trupi i brisht, trupi qiellor, trupi astral,
trupi subjektiv e tjerë. E vetmja gjë që merr me vete në dimensionin tjetër të jetës është e vetëdijshmja jote, që do të thotë njohuri, vetëdije dhe bindje për Zotin, jetën dhe universin. Si e shikonin dy vajza vdekjen e babait të tyre? Para disa ditë shkova në shtëpinë e dy vajzave për vizitë për baban e tyre, i cili kishte kaluar në jetën tjetër. Një nga vajzat tha: "E di që babai është gjallë me jetën e Zotit dhe sa i po jeton në një frekuencë më të lartë. Ne duam të lutemi për të dhe të rrezatojmë dashuri ndaj tij, e cila do ta ndihmojë në vazhdimsinë e tij." Ajo komentoi se ai vdiq fiks në orën 2 dhe motra i tha: "Është ora 2, por shiko, akrepi po shkon drejt një ore të re." E njëjta gjë ka ndodhur dhe me babain ton. Jeta e tij këtu në këtë dimension ka përfunduar, edhe një jetë e re ka filluar për të. Ajo e dinte se çdo fund është një fillim i ri. Ne veshim një trup të ri. Pali thot: "Sikur se mbartëm shëmbëllimin e toksorit, pra që do të thotë se të gjithë ne kemi lindur në kohë, hapësirë dhe kufizime tridimensionale. Por ne do të mbartim edhe shëmbëllimin e qellorit, që do të thotë se ne do ta zhveshim këtë trup një ditë. Ne nuk e marrim me vete kur hym në kalimin më të lartë të shpirtit, atje ku trupat tanë janë aq të rafinuar dhe të çmuar sa nuk shihen nga njeriu i zakonshëm. Çdo njeri duhet të zhvillohet dhe të zgjerohet. Edhe fëmia, të cilit i është shuar jeta që në lindje ose që jetoi vetëm një javë, është një notë bukurie në simfoninë madhështore të gjithë krijimit. Fëmia zhvillohet, zgjerohet dhe shpaloset në një dimension tjetër të mendjes. Nëpërmjet dashurisë, ai fëmijë lidhet me ty dhe me të gjithë të tjerët që luajnë në orkestrën qellore të udhëhequr nga dirigjentët e mëdhenj, si për shembull Jezusi, Mojsiu, Konfuçi dhe profetët tjerë mendjendritur që ende jetojnë lëvizin dhe e kanë qenien e tyre në kështjellat më të larta të shtëpisë së Zotit. Do i takosh përsëri të dashurit e tu. Kur erdhe në këtë botë, u preke prej duarve të dashurat që kujdeseshin për ty, të përkëdhelën dhe të deshën, dhe të gjitha nevojat tuaja u plotësuan derisa ti u rrite. Ajo që është e vërtet në një plan të caktuar, është e vërtet në të gjitha planet e ekzistencës, sepse Zoti është dashuri. Me hyrje në dimensionin tjetër, ti do të takosh infermier dhe mjek të specializuar që do të drejtojnë dhe prezantojnë me jetën e re. Dashuria të tërheq dhe ti do të takosh përsëri të gjithë të dashurit e tu dhe do të kesh me ta një ribashkim të lumtur. Nëse je mësuesi së vërtetës në tokë, do t'japësh mësim edhe atje dhe madje edhe do të shkruash. Ti do të udhëtosh dhe do të bësh të gjitha gjërat që ke bërë këtu. Ndryshimi i vetëm është se do të funksionosh me valë të reja të përmasave më të mëdha dhe frekuencës më të lartë. Nuk do të shohësh diell apo hën atje, pasi koha atje nuk është e njëjtë me kohën këtu. Për shembull, gjatë natës kur ti shkon për të fjetur, mendja jote është shumë aktive, por ti nuk je i vetëdijshëm për kohën. Koha këtu nuk është e njëjtë me kohën atje. Kohët e fundit pata një bisedë me një shkrimtar teksa ndodheshim në aeroplan për në Hong Kong. Më tha se një natë e kishte zënë gjumi dhe kishte udhëtuar nëpër botë. Kishte mbajtur leksione të cilat kishin zgjatur me orë të tëra, kishte vizituar me mira njerëz dhe kishte lexuar libra. Ai tha se kishte lexuar edhe për mbajtjen e një libri të ri që po shkruante. Kur u zgjua, kuptoi se kishte fjetur vetëm 1 minutë. Për çdo gjë në këtë botë do të gjesh ekuivalenten e saj në dimensionin tjetër të jetës. Siç është lart, ashtu është edhe poshtë, siç është në parajs, ashtu është edhe në tokë. Si triumfoi ajo mbi humbjen e 2 djemve të saj? Kohët e fundit bisedova me një grua e cila më tha se kishte humbur 2 djem në luftën e Koresë. Njëri 19 dhe tjetri 20 vjeç. Në fillim, lajmi i vdekjes së tyre ishte një tërnditje mendore tepër e dhimbshme, por ajo më tha se shpejt e kishte rifituar qetësinë duke i pohuar vetes. Ai nuk është një perëndi të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të. Ajo më shikoi me një shkëlqim të rrallë në sytë e saj teksa tha: "A e dini se çfarë ndjeva?" Fjalët e saj erdhën ngadalë dhe me qetësi madhështore. Papritmas, ndjeva një vërshim paqeje të brendshme që hyri në zemrën time dhe çdo ndjenjë pikëllimi u zhduk. E dija dhe u ndjeva se ata ishin gjallë dhe mund ta ndjeja praninë e tyre dhe t'i prekja me dashuri.
ishte një përvojë e mrekullueshme. Ajo grua tha se djemtë e saj kishin qenë shumë fetar dhe plot me dashuri, gëzim dhe vitalitet. Ajo vazhdoi. Unë e di që Zoti është i drejtë dhe Zoti është i mirë, edhe e kuptoj se pavarësisht se më mungojnë shumë, ata po ndërtojnë një shtëpi tjetër për veten e tyre në dimensionin tjetër, ku kanë trupa të rinj dhe detyra të reja për të kryer. E pyeta veten si mund t'i ndihmoj. Përgjigja më erdhi e shpejtë. Lutu për ta. U luta dhe arsyetova kështu. Djemtë e mi mu dhan Huan nga Zoti, burimi i gjithë jetës dhe dhuruesi i të gjitha dhuratave. E dija që nuk mund t'i kisha djemtë e mi për gjithmonë dhe se një ditë ata do të më linin, do të martoheshin, ndoshta do të transferoheshin në një qytet tjetër ose do të shkonin në vende të huaja. Unë i doja ata kur ishin me mua. Unë u dhash atyre gjithçka që munda në rrugën e dashurisë, besimit, shpresës dhe dashurisë te Zoti. Misioni im tani është t'i ndihmoj ata që të ndërtojnë një shtëpi të re dhe t'i rrezatoj atyre dashuri, paqe dhe gëzim. Drita, dashuria e vërteta dhe bukuria e Zotit të rrjedhin përmes tyre. Paqja e Tij mbush shpirtrat e tyre. Unë gëzohem për udhëtimin e tyre në vazhdim sepse jeta është përparim. Sa herë që mendoj për ta them, Zoti është me ta dhe gjithçka është në rregull. Kjo lutje, të cilën ajo përsëriste disa herë në ditë për disa javë rresht, i solli paqe dhe qetësi asaj gruaje. Ajo i ndihmoi djemtë e saj me lutjet e saj dhe gjithashtu ndihmoi edhe veten. Si të lutemi për të ashtu quajturit të vdekur. Të japësh vajosjen e gëzimit në mbajtjen e zisë, interpretohet në këtë mënyrë. Ne duhet t'u mësojmë të gjithë njerëzve se ata që kur nuk duhet të pikëllohen apo të vajtojnë, janë pikërisht ata kur humbin njerëzit e tyre të dashur. Duke rrezatuar cilësinë e dashurisë, paqes dhe gëzimit te i dashuri që ka kaluar në dimensionin tjetër, ne lutemi për të dashurin në mënyrën e duhur. Ne po e ngrejmë atë në një vetëdije të lartë. Kjo është vërtet vajosje gëzimi për mbajtjen e zisë. Ne gëzohemi për ditëlindjen e tij të re duke e ditur se prania e Zotit është aty ku ai është. Aty ku është Zoti nuk mund të ketë të keqe. Që të lutemi për të ashtu quajturit të vdekur, duhet të kuptojmë se të dashurit që kanë doruar jetë banojnë në një gjendje bukurie, gëzimi dhe dashurie. Ne po i ngrem lart sepse ata i ndjejnë lutjet tona dhe në këtë mënyrë janë të bekuar. Ne i bëjmë ata të lumtur me lutjen tonë të sinqertë. Në vend që të ndjejnë se ata kanë vdekur dhe janë zhdukur dhe se qenjet e tyre janë aty ku janë varret e tyre, përmes një gjendje të brendshme emocionale, le t'i shohim ata teksa banojnë në një bukuri të papërshkrueshme. Ne kur nuk duhet të jetojmë me ndjenjën e humbjes, kufizimit apo keqardhjes. Si të triumfojmë mbi zymtësinë dhe vetminë. Edhe ti mund të ngrihesh mbi zymtësinë, plogështinë dhe mjerimin. Ngrihu mbi të dhe çlirohu tani prej saj. Dil nga skuta jote e pikëllimit, trishtimit dhe vetmisë, duke theksuar në veten tënde cilësitë e dashurisë, miqësisë, besimit, shpresës dhe aktiviteteve të frytshme, me një dëshirë të fortë për një aftësi më të madhe për të dashur dhe për t'ia shpalosur botës talentet e tua. Teksa i pasqyron këtë cilësi, edhe pse vazhdon ende në vetmi dhe pikëllim, ti ndërton një shtëpi tjetër në mendjen tënde, në të cilën do të banosh së shpejti. Nëse nuk dekurajohesh dhe vazhdon të besosh te ai, sepse ai nuk do të shkënjej. Duroj vështirësitë e tua të tanishme, duke u lutur për gjendjen e së ardhmes, për shkak të gëzimit të madh që po të pret. Ku janë të ashtu quajturit të vdekur? Unë kam qëndruar pranë shtratit të shumë burrave dhe grave gjatë kalimit të tyre për në jetën tjetër. Unë kur nuk kam parë ndonjë prej tyre të shfaq ndonjë shenjë frike. Instiktivisht dhe intuitivisht, ata ndjejnë se po hyjnë në një dimension më të madh të jetës. Thomas Edison i tha kështu mjekut të tij para se të vdiste. Është shumë bukur atje. Të gjithë ne përjetojmë një ankth të natyrshëm për të dashurit tanë pasi ata largohen nga ky dimension i jetës. Ne duhet të kuptojmë se ata jetojnë në një mjedis tjetër të shtëpisë së atit ton dhe janë të ndarë nga ne vetëm për një frekuencë më të lartë.
Ta ashtu quajturit të vdekur janë të gjithë rreth nesh dhe ne duhet të pushojmë së besuari se ata kanë vdekur dhe janë shtukur. Ata janë të gjallë me jetën e Zotit. Programet e radios dhe televizionit mbushin dhomën ku ti jeton, ndonse nuk mund t'i shohësh, nuk mund t'i dëgjosh ato. Njeriu është në një yshtje hipnotike të besimit në vdekje. Por kur braktis peshën e besimeve të reme shekullore, ai kupton se ka një ekzistencë përtej kohës dhe hapësirës, siç e njohim ne, dhe do të shohë dhe ndjej praninë e atyre që ai tani i quan të vdekur. U shpalla i vdekur dhe jetova jashtë trupit për 3 ditë. Unë e shikoj vdekjen si një ditëlindje në dimensionin e 4, ku kalojmë nga shtëpia në shtëpi në një shkallë më të lartë. Rreth 36 vjet më parë pata një sëmundje të rëndë dhe mbeta pa ndjenja për rreth 3 ditë. Gjatë gjithë asaj kohe isha jashtë trupit tim dhe fola me të afërmit e mi të larguar prej kosh nga faqja e dheut. I njoha qartësisht. E dija që kisha një trup, por ishte një trup tjetër me fuqi që më mundësonin të kaloja në përdyer të mbyllura. Dhe sa herë që mendoja për ndonjë vend si Londra, Parisi apo Belgjika, ku ndodhej motra ime, unë transportohesha atje në çast dhe mund të shija dhe dëgjoja gjithçka që po ndodhte atje. Unë fola me miq dhe të dashurit e mi në dimensionin tjetër, por nuk përdora asnjë gjuhë, të gjithë komunikonin vetëm me mendim. Nuk ishte kufi, gjithçka dukej si ishte e gjallë dhe nuk e kisha ndjesinë e kohës. Unë ndjeva i lirë, nga zëllyer dhe jashtëzakonisht i lartësuar. Mjetet shpirtërore për të qenë fitimtar. 1. Kupto se ti jeton përgjithmonë. Jeta nuk ishte fillim dhe jeta nuk ka fund. Ti je i gjallë me jetën e Zotit. 2. Vdekja nuk ekziston. Kur njerëzit të quajnë të vdekur, në të vërtetë po funksionon në një trup të dimensionit të 4. 3. Çdo fund është një fillim dhe kur jeta në këtë dimension mbaron, fillon një jetë e re. 4. Njeriu nuk e merr trupin me vete. Ai vesh një trup të ri, i cili rafinohet dhe lartësohet. Njeriu nuk do të jetë kurrë pa trup. 5. Do të takosh sërish të dashurit e tu. Dashuria të tërheq dhe do të kesh një ribashkim të gëzueshëm. 6. Kur të zë gjumi natën, nuk je i vetëdijshëm për kohën, siç e njohim ne këtu në këtë dimension. Ora nuk ekziston në dimensionin tjetër të jetës. 7. Ne nuk mund t'i kemi të dashurit tanë për gjithmonë dhe kur ata na lënë, ne duhet t'u ofrojmë atyre bekimet e Zotit. 8. Ne kur nuk duhet të pikëllohemi dhe as të vajtojmë për njerëzit e dashur. Ne duhet të gëzohemi për ditëlindjen e tyre të re në Zot, duke i ndihmuar kështu ata në vazhdimsinë e tyre. 9. Lutu për të dashurit e tu, duke e ditur se dashuria e Zotit është me ta dhe se ai i udhëheq pranë ujërave të qeta. 10. Ti nuk i detyrohesh të dashurve të tu lot dhe pikëllim, ti i detyrohesh atyre dashurinë, lirinë, gëzimin dhe të gjitha bekimet e qiellit. 11. Dil nga skuta e pikëllimit, trishtimit dhe vetmisë, duke theksuar te vetja jote cilësitë e dashurisë, miqësisë, besimit dhe aftësisë më të madhe për të dashuruar. 12. Kuptoj që të dashurit e tu po jetojnë në një mjedis tjetër të shtëpisë së Zotit, me shumë pallate përrallore. Ata janë të ndarë nga ne vetëm prej një frekuence më të lartë. 13. Programet e radios dhe televizionit e mbushin dhomën tënde, megjithatë nuk mund të shihen pa mjete, po kështu të ashtu quajturit të vdekur janë kudo rreth nesh. 14. Kur njerëzit na quajnë të vdekur, ne thjesht po funksionojmë në një dimension më të lartë të mendjes. 15. Ne shkojmë nga lavdia në lavdi dhe udhëtimi ynë është gjithmonë përpara, lart dhe drejt Zotit. Kapitulli 6. E vetmja gjë që nuk mund të kesh. Gjatë një seminari veror mbi fuqinë të pavetëdijshmes tënde në Denver, një grua më tha: "Unë mund të kisha gjithçka që doja, nëse do të besoja se e kisha në mendje." I shpjegova se e vetmja gjë që nuk mund të kishte në jetë ishte të merrte diçka pa dhënë diçka tjetër në këmbim, dhe se ajo do të duhet të paguante çmimin. Ajo grua kishte 10 vjet që lutej për shërim nga një sëmundje e lëkurës, por pa asnjë rezultat.
Ajo kishte aplikuar kremra të ndryshëm, astringent dhe medikamente të tjera lokale, pa ndonjë lehtësim të dukshëm. Çmimi që ajo duhej të paguante. Kjo grua nuk e kishte paguar kurrë çmimin dhe çmimi për shërim është besimi në praninë e pafundme shëruese. Sepse sipas besimit tënd, ashtu ka për të ndodhur. Besimi është vëmendje, përkushtim dhe besnikëri ndaj fuqisë së vetme krijuese. Shpirti të gjallë të plot fuqishëm, i cili i krijoi të gjitha gjërat. Çmimi që kjo grua duhej të paguante ishte njohja e fuqisë së Perëndisë, pranimi i pranisë së tij shëruese dhe bindja se shërimi po ndodhte tani. Ajo i kishte dhënë fuqi faktorëve të jashtëm duke thënë: lëkura ime është e ndjeshme ndaj diellit, unë jam alergjike edhe ndaj motit të ftohtë. Unë besoj se e kam të trashëguar këtë ekzem që shtrihet në të gjithë krahun tim. Nëna ime kishte një sëmundje të ngjashme. Janë gjene dhe kromozomet e mia ato që e kanë fajin. Mendja e saj ishte e dyzuar. Ajo kurrë nuk e kishte paguar çmimin që ishte ti kushtonte vëmendje Perëndisë dhe ligjeve të tij, ti besonte atij dhe të besonte në të dhe se ai do ta shëronte. Përgjigja ishte lutja. Ajo filloi të lutej kështu: prania e pafundme shëruese që krijoi trupin tim dhe të gjitha organet i njeh të gjitha proceset dhe funksionet e trupit tim. Unë shpall, ndjej dhe e di përfundimisht dhe absolutisht se madhështia dhe lavdia e pafundme e Perëndisë manifestohen në mendjen dhe trupin tim. Tërësia, vitaliteti dhe jeta e Zotit rrjedhin përmes meje dhe çdo atom i qenies sime transformohet nga drita shëruese. Unë i fal plotësisht dhe lirisht të gjithë dhe derdh jetën, dashurinë të vërtetën dhe bukurinë mbi të gjithë të afërmit dhe familjarët e mi. Unë e di që tashmë i kam falur që të gjithë, sepse mund të takoj personin me mendjen time dhe nuk kam më hidhsi. Unë jam falenderuese për shërimin që po ndodh tani dhe e di që Perëndia përgjigjet. Ajo e përsëriste këtë lutje ngadalë në heshtje dhe me nderim disa herë në ditë. Ajo më tha përpara se të largohesha nga Denveri se një ndryshim i jashtëzakonshëm për mirë kishte ndodhur në të gjithë qenien e saj mendërisht dhe fizikisht dhe një shërim i plot nisi të ndodhte përpara syve të saj. Ajo duhet të paguante çmimin duke pritur dhe përgatitur mendjen e saj për të marrë dhuratën e shërimit. Deri më tani mendja e saj ishte e dyzuar në besnikërinë e saj, pasi ajo po jepte fuqi dietave, klimës, trashëgimisë familjare dhe faktorëve të tjerë. Ajo nisi të kuptojë se nuk është mendja shkencore shkaku i ndodhive në botën tonë apo çdo gjëje në të. Shkaku i gjithçka është shpirti. Zoti është shkaku i parë dhe i gjithfuqishëm. Dhe në momentin që ti jep fuqi diçkaje tjetër, ti je i dyzuar në mendjen tënde dhe pa vetëdijshmja jote nuk i përgjigjet mendjes tënde të dyzuar dhe të hutuar. Nëse fillon të shtypësh butonat lart dhe poshtë në një ashensor, nuk do të shkosh as lart e as poshtë, por do të qëndrosh aty ku je. Si ta rrisësh besimin tënd? Besimi vjen nëpërmjet kuptimit të ligjeve të mendjes tënde dhe zbatimit të tyre me zell në të gjitha punët e tua. Ti mund të rritesh në besim ashtu si një farmacist rritet në njohuritë e tij për farmacinë, duke e bërë atë të prodhojë ilaçe të mrekullueshme për zbutjen e dhimbjes njerëzore, si dhe për të larguar rëndimin e jetës. Shkencëtarët po rriten gradualisht në besim me kërkime të vazhdueshme mbi natyrën dhe ligjet e saj dhe ata po arrin gjëra të mëdha. Fermeri duhet të mbjell farat në tokë për të korrur. Ai duhet t'u jap në mënyrë që të marrë. Në mënyrë që ti të marrësh, duhet së pari t'i japësh mendjes tënde. Përpara se të marrësh pasuri, së pari duhet të ngulitësh në të pavetëdijshmen tënde idenë e pasurisë dhe çdo gjë që ti ngulit aty shpaloset në ekranin e gjerë të hapësirës. Vëmendja dhe këmbëngulja paguajnë fitimin. Einstein e donte matematikën dhe ajo ja zbuloi atij sekretet e saj.
Ai ishte i pasionuar dhe i magjepsës me universin dhe ligjet e tij. Ai kushtoi vëmendje për kushtimit dhe zellin e tij temës së kohës, hapësirës dhe dimensionit të katërt, dhe pavetëdijshmja e tij u përgjigj duke i zbuluar sekretet e atyre temave. Thomas Edison eksperimentoi, meditoi dhe shpjegoi parimin e elektricitetit. Ai kishte një dëshirë të madhe për të ndriçuar të gjithë botën dhe për të shërbyer njerëzimit, dhe elektriciteti në fakt ja dha atij sekretet e veta. Ai e pagoi çmimin me këmbguljen, qëndrueshmërinë dhe besimin, duke e ditur se përgjigja do të vinte. Ai solli shpike të panumërta sepse e pagoi çmimin së pari, duke i kushtuar vëmendje, interesim dhe përkushtim të plot projektit të tij, duke e ditur në zemër dhe shpirt se kishte një inteligjencë subjektive që do të përgjigjej. Ai vazhdoi të këmbëngulte dhe mendja e tij më e thellë nuk e la kurrë në baltë. Dashuria është përmbushja e ligjit. Ndëshkimi dhe kritika ndaj vetes janë dy prej emocioneve më shkatruese që gjenerojnë helm psikik në të gjithë sistemin tënd, duke të grabitur vitalitetin, forcën dhe ekuilibrin, duke sjellë një dobësim të përgjithshëm të gjithë organizmit. Dashuria është përmbushja e ligjit të shëndetit, harmonisë, paqes dhe bollëkut. Dashuri do të thotë që se atë që ti dëshiron për veten tënde duhet ta dëshirosh edhe për të tjerët. Kur e do personin tjetër, ti rrezaton paqe dhe vullnet të mirë ndaj tij dhe gëzohesh për suksesin dhe lumturinë e tij. I sugjerova njëherë një muzikanti se për t'u bërë i shquar në fushën e tij, të lutej kështu: Zoti është muzikanti i madh, unë jam një instrument dhe një mjet për hynoren. Zoti rrjedh përmes meje si harmoni, bukuri, gëzim dhe paqe. Zoti luan nëpërmjet meje melodinë e përjetshme të dashurisë dhe kur unë luaj melodinë e Zotit. Unë jam i frymëzuar prej së larti dhe kadencat madhështore rrjedhin lirshëm duke shpalosur harmoninë e përjetshme të Perëndisë. Brenda pak vitesh, ai u bë jashtëzakonisht i suksesshëm. Çmimi që ai pagoi ishte vëmendja, nderimi dhe përkushtimi ndaj qenies së përjetshme, nga e cila burojnë të gjitha bekimet. Ai ishte i falimentuar dhe sot është multimilioner. Një njeri që nuk ja del dot në jetë duhet paguajë çmimin, dhe ky çmim nuk është puna e rënë deri në mesnat, por është ngulitja e idesë së pasurisë në të vetëdijshmen e tij. Njeriu zotëron gjithçka përmes vetëdijes. Ti mund të punosh 14 ose 15 orë në ditë dhe nëse mendja jote nuk është produktive, mundi yt do të jetë i kotë. Mbretëria e Perëndisë është brenda teje. Kjo do të thotë që inteligjenca e pafund, urtësia e pakufishme dhe gjithë fuqia e Zotit janë të vendosura në sferat më të thella të mendjes tënde. Idetë e pafundme të Perëndisë janë të disponueshme për ty, vetëm nëse do të përshtatesh dhe do të gëzohesh që Perëndia po të zbulon atë që duhet të dish. Një burr që banonte afër meje rreth 5 vjet më parë, më tha se në vitin 1950 kishte falimentuar. Ai u lut për udhëzim dhe kërkoi që inteligjenca krijuese t'ia zbulonte hapin e radhës. Ai kishte një shtysë të jashtëzakonshme të shkonte në shkret të tjerë dhe teksa shkoi dhe nisi të mendohej, i lindi ideja të vizitonte vjerrin e tij. Ai tregoi për mundësitë e jashtëzakonshme që parashikonte dhe vjerri e punësoi si shitës dhe promotor të tokës së pabanuar. Sot ai ka zyrën e tij dhe është një multimilioner. Aftësia e intuitës është brenda teje. Ati ju mësua nga brenda vetes se çfarë duhet të bënte. Përgjigja është brenda vetes. Thjesht fakti që ti dëshiron një përgjigje, do thotë se përgjigja është tashmë e pranishme në botën tënde mendore dhe shpirtërore në të cilën ti jeton, lëviz dhe ekziston. Zoti është si dhuruesi ashtu dhe dhurata, dhe njeriu duhet të mësojë të marrë dhuratën që Zoti i ka dhënë tashmë. Para se ata të kërkojnë, unë do t'u jap, thuhet tek Isaia 65. Inteligjenca e pafund e di përgjigjen dhe i përgjigjet mendimit tënd. Disa vite më parë vizitova Jasper Park Lodge në Alberta, në Kanada. Një nga kamarierët atje kishte një problem shumë të ndërlikuar dhe i sugjerova që natën para se të flinte, t'ia dorëzonte kërkesën që kishte të pavetëdijshme së saj.
Ajo i foli skutave të thella të mendjes së saj duke thënë, më zbulo përgjigjen. Atë e zuri gjumi me këtë lutje. Të nesërmen, ajo mori një telegram nga Ontario që ja zgjidhi problemin. Ajo duhet të paguante çmimin duke menduar për përgjigjen, duke e ditur se kishte një përgjigje. Ajo i kushtoi vëmendje mendjes së saj më të thellë dhe mori përgjigjen në mëngjes. Ka diçka që duhet ta bësh në fillim, e më pas përgjigja do të vijë. Si të realizosh dëshirën tënde? Jeta universale po flet përmes teje tani si një dëshirë. Ky parim jete do të të zbuloj rrugën për përmbushjen e ëndrrës tënde. Ai di si ta realizoj atë, por ti duhet hapësh mendjen dhe zemrën tënde dhe të marrësh me gjithë zemër dhuratën e Perëndisë. Hiqi nga mendja jote të gjitha nocionet e paramenduara, besimet e rrema dhe bystytnit dhe kupto se të gjitha gjërat janë të gatshme nëse mendja është e gatshme. Kjo do thotë që ti duhet të urdhërosh mendjen dhe mendimet e tua që të përputhen me të vërtetën shekullore se çdo gjë që kërkon ekziston tashmë në mendjen e pafundme. E tëra çfarë ti duhet të bësh është të identifikohesh mendërisht dhe emocionalisht me dëshirën, idenë, planin ose qëllimin tënd, duke kuptuar se është po aq reale sa dora, gjymtyrët apo zemra jote. Ndërsa jeton me supozimin se lutja jote ka marrë përgjigje, ti do të kesh gëzimin e përjetimit objektiv të realitetit të saj. Shpikja në mendjen e shpikësit është po aq reale sa edhe ekuivalentja e saj objektive. Kjo është arsyeja pse dëshira ose projekti yt i ri është gjithmonë real në aspektin subjektiv. Si arriti ajo të bëhej një kërcimtare e madhe? Pash një vajzë të kërcente në Jasper Park Lodge, ishte lehtë të shihej urtësinë, inteligjencën, rregullin dhe ritmin e të plot fuqishmit që rrithte nëpër të. Ajo po kërcente për Zotin. Ajo mori duartrokitje të jashtëzakonshme për punën e mirë. Ajo e meritonte lavdërimin dhe duartrokitjet. Ajo kërceu me hir, me lavdi dhe ritëm. Ajo më tregoi se mësuesi i saj i kishte thënë që të lutej gjithmonë që Zoti të kërcente përmes saj dhe bukuria, rregulli, proporcioni dhe mençuria e tij të funksiononin gjithmonë nëpërmjet saj. Përpjekja dhe mundimi dhe përulja nuk janë zgjidhja. Nderimi për Zotin dhe kontakti me fuqinë e tij janë përgjigja. Si flokët e borës i sollën pasuri Henry Hamblinit. Indjeri Henry Hamblini i Anglisë më tha se një ditë kishte qenë në një presion të madh financiar. Duke u kthyer në shtëpi, gjatë një dite me dëbore ai papritmas u bëi vetëdijshëm se pasuria, dashuria dhe mirësia e Zotit ishin si miliarda flokë të dëborës që binin mbi të gjithë Londrën. Ai tha, unë hapa mendjen dhe zemrën time. Në atë moment ndaj pasurive të pafundme të Zotit, duke e ditur se pasuria, dashuria dhe frymëzimi i tij po binin në mendjen dhe zemrën time, ashtu si flokët e borës po binin mbi të gjithë Londrën. Që nga ai moment pasuria rodhi lirisht drejt tij, me gëzim të pafund, nuk i mungoi më kurrë pasuri gjatë gjithë jetës. Ai ndryshoi të vetëdijshmen e tij dhe sipas atij ndryshimi në të vetëdijshmen e tij ashtu ju bë në realitet. Londra dhe situata e tij nuk ishte ndryshuar. Ai kishte ndryshuar nga brenda dhe ishte bërë një mjet për pasurinë e jetës, shpirtërisht, mendërisht edhe në të gjitha mënyrat. Nuk ka asgjë që të jepet pa dhënë diçka në shkëmbim. Pranoje atë në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Ki besim të ai dhe beson në të dhe ai do ta realizoj. Fjalët e urta 3-6. Shërbej vetes me kujdesin dhe me fuqinë e mendjes tënde. 1. Ti nuk mund të marrësh diçka pa dhënë asgjë në këmbim. 2. Çmimi që paguam për shërimin është besimi në praninë e pafundme shëruese, sepse çfarë ajo ti beson të jepet. 3. Ti e di kur i ke falur të gjithë sepse mund ta takosh personin në mendjen tënde dhe nuk ka më hidhësi. 4. Mendja shkencore nuk i bën shkak gjërat e jashtme.
Ajo e kupton se këto janë efekte, jo shkaqe. 5. Ti e rrit besimin tënd duke mësuar gjithnjë më shumë për ndërveprimin midis të vetëdijshmes dhe të pavetëdijshmes tënde. 6. Këmbëngulja, qëndrueshmëria dhe besimi në rezultatin përfundimtar do të paguajnë përfitimin përrallor. 7. Kur e do vërtet personin tjetër, ti gëzohesh për suksesin, lumturinë dhe mirëqenien e tij të përgjithshme. 8. Mendja jote duhet jetë produktive, përndryshe mundi yt do të jetë i kotë. 9. Inteligjenca e pafund brenda teje e di përgjigjen dhe natyra e saj është i përgjigjet mendimit tënd. 10. Identifiko mendërisht dhe emocionalisht me dëshirën tënde dhe ec me supozimin se lutja jote tashmë është plotësuar dhe do vazhdojë të jetë e plotësuar. 11. Përpjekja, mundimi dhe zelli nuk janë përgjigje për arritjet e mëdha. Nderimi për Zotin dhe kontakti me fuqinë e tij janë përgjigja. 12. Afrohu me pafundësinë dhe atëherë do të bëhesh një mjet për pasuritë e jetës, shpirtërisht, mendërisht dhe në të gjitha mënyrat.